Në enciklopedinë e Bizantit thuhet që trojanët e quajnë veten Alban. Në kohën e sundimit të Romës, romakët dolën me idenë që ata janë trashëgimtarët e Trojës dhe erdhën nga Troja, pastaj në Butrint dhe nga Butrinti pastaj kalojnë në Itali. Ky ishte miti i romakëve. Pra kur thuhet që trojanët e quajnë veten Alban, do të thotë që romakët e quajnë veten Alban. E vërteta është që fisi i lirë Albanoi dhe qyteti Albanopolis, Roma e dytë, nga Alba Longa, në fakt nuk është krijuar vetëm në Shqipëri, sipas burimeve të Bizantit, trojanët krijuan një Alba të dytë në Kret, me mbaresën A edhe me mbaresën E, që në greqisht pastaj u shqiptua Albi. Pra neve Albi na duket si emër mashkullor, është emër femëror në greqisht. Mos e përdorni. Vjen nga gjuha romake, do thot trojan. Alba në gjuhën hitite do të thoshte re e bardh. Alba në gjuhën latine do të thot agim. Kjo fjalë ka hyrë dhe në gjuhën arbreshe. Arbri do thot agim, po ju nuk e dini. Edhe në gjuhën arvanitase. Ka hyrë nga gjuha romake. Gjuha arvanitase në Greqi është më albane se sa gjuha jon. Për shembull, ato i thon pemës arvuri, nga gjuha romake arborem, në rastën kallëzore. Ne i themi pema nga gjuha romake pomum në rastën kallëzore. Gjuha arvanitase ka evoluar nga një degëzim tjetër i lirë romak, nga gjuha jon. Pemës i thon arvuri. Pra është pak më ndryshe, gjuha arvanitase nga gjuha jon është më romake. Në fakt, Greqia është quajtur Albania nga ushtarët romak. Kjo ka qenë e fshehur, sepse Greqisë nuk i pëlqen një gjë e tillë. Përse do thoni ju? Sepse emri Greqi nuk ka ekzistuar kurrë. Qytet-shtetet greke u pushtuan nga perandoria romake dhe u njësuan, u bën pjesë e perandorisë romake. Pra, Albania është shteti i parë albano-romak, një përzierje e popullsisë vendase me ushtarët romak që u vendosën edhe në Albania, Shqipëri, edhe në Arvanitika, Greqi. Pra emri Greqisë ka ekzistuar kurrë, ose Hellas, siç i thon ata, është krijuar nga austriakët në vitin 1823, mbas revolucionit grek. Ka lindur kombi grek. Tani gjuha greke ka ekzistuar në qytet-shtetet greke, por koncepti i një Greqie, bashkimit të tyre ndodhi mbas pushtimit romak. Nuk ekzistonte koncepti i qytet-shteteve të shkrira në një perandori të vetme. Pra ato shkrin mbas pushtimit romak. Dhe njëjta gjë ndodhi pak a shumë në Iliri, u bashkuan këto qytet-shtetet greke nën pushtimin romak nga albanët. Pra, romakët e quanin veten trojan dhe trojanët e quajnë veten alban. Ngrejnë qytetin e tyre Albanopolis ose qyteti i bardh. Në Arban sot, pra në Krujës. Është Roma e dytë. Qyteti Konstantinopojës është quajtur Roma e tretë. Mirë një frim thellë. Nuk quheshte Konstantinopoj, por ju vu emri Konstantinopolis nga perandori iliro-romak Konstantinos dhe Polis qytet. Sot mban emrin Stambol, por romakët e quanin Alba Longa ose Roma e dytë. Pra asnjëherë romakët se kanë quajtur veten në romak. Ky emër është vendosur në shekullin e 20 nga
Shkrimtarë shqiptar, ne nuk e dinim që romakët e quanin veten Alban. Këtë zbulim e kam bërë unë, duke lexuar enciklopedinë e Bizantit. Ku ta gjeja unë enciklopedinë e Bizantit? Kur ajo doli në internet dhe u përkthye në anglisht në Universitetin e Chicagos, unë e marr dhe u jap juve. Në qoftë se ata nuk do e kishin përkthyer, kjo nuk do të kishte dalë kur. E përsëris. Termi Alban do të thot Trojan, ose më sakt, është një term i mrekullueshëm, i lartë, që romakët ja vun vetes. Alba quhej reja e bardhë ose perëndia Hera në formën e një shqiponje të bardhë tek hititët, dhe ishte edhe varianti me 2 koka, por romakët preferonin me një kokë. Dhe është gjetur në Mirdit, kjo stemë e bardhë e shqiponjës së albanëve. Një stemë e tillë është gjetur edhe në Rumani dhe kudo që shkonin romakët ndërtonin qyteza të quajtur Alba dhe janë gjetur edhe në Rumani. Ky emër, Alba, emri i qytetit, gjendet në shumë fshatra sot në Rumani, ka kuptimin agim. Vet Rumania e merr emrin nga romakët, pra. Rumania do thot romak, vendi romakëve, i legioneve romake. Pra, ashtu siç u transformua gjuha ushtarëve romak në rumanisht, aq më tepër emri i albanëve romak u transformua në Albania dhe Arvanitika. Pra u zhduk termi Hillyria, që është emër grek, do të thot së shtrembërit, edhe Hellas u zhduk, që do të thot karike, fjalë për fjalë në greqishten e lashtë. Ky është kuptimi i Hellas. Pra Helinët, Helinoi, janë ata të karikeve, një fjalë shumë fyese në gjuhën romake, do të thot meshkuj që shiten në tempullin e Dodonës për të ardhura financiare. Argëtonin miqtë e tyre në karike, në lozha të mëdha. Ishin meshkuj argëtues, në shqip dylber. Pra fjala Helen është fjalë shumë fyese, shumë e rëndë, që grekët nuk e dinë. Dhe nuk është përdorur nga grekët e lashtë. Nuk ka patur Hellas në kuptimin e një vendi. Ka patur qytet shtete greke, edhe në Iliri, edhe në Greqi ose Hellas. Pra, pa dashje, Helenët përdorin një fjalë shumë fyese për veten e tyre. Përdori pra për burrat meshkuj që argëtonin burrat të tjerë, dylberët. Dhe tani, jo vetëm që ne mbajmë emrin e ushtarëve romak, Alban, diçka të mërshme, por vetë gjuha shqipe është formuar nga fëmijët e kolonëve romak. Madje kemi qytetin Kolonia, që do thot koloni. Kemi Valbona, lumi Valbona do thot lugin e mirë në gjuhën romake. Ka me qindra toponime romake në Shqipëri, që do t'u asjellim neve ju, por gjë e rëndësishme është se romakët ndryshuan gjuhën vendase, që ishte helenishte, e grekërve të veriut, pra ilirët flisnin helenisht, dhe ndryshuan në gjuhë romake. Gjuha shqipe mban gjurmët e gjuhës romake. Kjo ju ka shpëtuar të gjithëve. Kjo vërtetohet me fjalën armik. Në gjuhën shqipe ne mendojmë që nga fjala armik ka dalë forma e trajtës së shquar armiku. Në të vërtetë ka ndodhur e kundërta. Nga emrat e trajtës së shquar në shqipen arkaike kanë lindur emrat e trajtës së pashquar. Kjo është për te imagjinatës njerëzore, askush nuk e ka ditur, por kjo ka dalë mbas studimit të Stefanusit të Bizantit. Ta shikojmë bashkë se si është formuar fjala armik
që vjen nga armiku në gjuhën shqipe. Në ditët e sotme, çdo shqiptar kthehet në gjeni. Mjafton të kesh një telefon, të hysh në Wikipedia dhe bëhesh akademik brenda një sekonde. Emri armik vjen nga gjuha latine, inimicus. Ky emër është krijuar nga pjesëza mohore in, që do thot jo, dhe amicus, që është në shqip miku. Pra, është krijuar një lloj si fjala miku në shqip armiku. Miku do thot shok. Dhe kjo fjalë ka hyrë pra që në shekullin e dytë para erës sonë, kur u krijua qyteti Albanopolis nga albanët romak. Po ashtu edhe Arvanitika është emri origjinal i Greqisë. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Tani, gjuha latine nuk ka vdekur. Ajo jeton në gjuhën italiane, në gjuhën franceze, në gjuhën spanjolle dhe në gjuhën shqipe. Gjuha shqipe është një gjuhë neolatine. Prova më e bukur është kjo. Aty nga shekulli i parë i erës sonë dhe deri në shekullin e 4 të erës sonë, kur u zhduk perandoria romake dhe lindën bijat e latinishtes, ndërmjet tyre dhe shqipja, ushtarët romak filluan të përdorin formën e rasës kallëzore dhe jo emërore. Pra, në vend të fjalës inimicus, ata filluan të përdorin fjalën inimicum, që është kallëzorja. Nga kjo formë, inimicum, kanë dalë që të gjitha format e tjera në të gjitha gjuhët romane. Tani, shqiptimi nuk do të jetë siç është shqiptimi sot, por nga mënyra se si ato shkruhen. Pra, në qoftë se unë shqiptoj ndryshe nga gjuha spanjolle, friulian, këtë e bëj vetëm për të treguar se si ka ndodhur kjo edhe në gjuhën shqipe. Pra, unë po shqiptoj ashtu siç lexohet, por në gjuhët e sotme, sidomos në frëngjisht, shqiptimi është krejt tjetër. Forma origjinale është gjetur tek Buzuku, anëmik. Është gjetur tek Frank Bardhi, anëmik. Pra, forma e shqipes së veriut është origjinalja. Forma e shqipes së jugut, armik, është një formë e gjetur për herë të parë në Çamëri dhe tek arbëreshët, arëmik. Pra, n-ja është kthyer në r. Në gjuhën e ushtarëve romak në Greqi. Pra, kjo fjalë ka mbetur në gjuhën italiane nemico. Pra, ija fillestare ka rënë në gjuhën italiane dhe kjo është shkaku që nuk është dalluar deri më sot. Por po të shikojmë gjuhën siciliane ku ka rënë ija nistore, forma është një lloj si në shqip. Nimiku edhe në shqip është anëmiku, përkon me fjalën e trajtës së shquar. Ndërsa në gjuhën e Sardenjas është një lloj si në shqip. Anemigu dhe anemiku është një lloj si në shqip. Anëmiku. Kjo është përtej çdo lloj imagjinate njerëzore, sepse kjo është gjuha e vjetër e Sicilisë dhe Sardenjës që nuk përdoret më sot. Do të hapësh fjalorët e gjuhës së Sardenjës që është përdorur në shekullin e 15, atëhere kur u përdorën për herë të parë shtypshkronjat nga gjermanët. Po të mos kishte ndodhur kjo gjë, ne nuk do e kishim marrë vesh që forma e shqipes është identike me formën e Sardenjas. Kjo ka dalë në internet mbas viteve 2000 dhe Akademia e Shkencave nuk e kishte idenë që ekzistonte fjala anemigu. Në fakt, Eqerem Çabei, autori fjalorit të shqipes,
Ka vdekur në vitin 1978, kur unë isha 8 vjeç. E Qeremçat Bey nuk e dinte që ekzistonte forma e Sardenjës. Jo vetëm ai, pos vetë Akademia Austriake nuk e dinte as Akademia e Romës, nuk e dinte as Harvardi, nuk e dinte as Oxfordi, as një universitet i botës, akoma nuk ishte zbuluar gjuhë e Sardenjës. Pra është një zbulim i vonë. Kjo është arsyeja që Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk e dinte që forma shqipes është një formë arkaike e shekullit të parë të erës sonë. Askujt nuk i shkonte mendja që shqipja përkon me gjuhën e Sardenjës. Merrni frym thellë, është identike, jo përkon, vetëm me gjuhën e Sardenjës dhe me gjuhën e Sicilisë. Pra forma e trajtës së shquar në shqip është identike me formën e Sardenjës, dhe nga forma e trajtës së shquar anëmigu dhe shqip anëmiku, ka ardhur forma e trajtës së pashquar anëmik, pastaj shqip armik. Kjo është përtej çdo lloj imagjinate njerëzore. Nuk ta merr mendja. Është e pamundur ta përfytyrosh që shqipja është identike me gjuhën e Sardenjas dhe të Sicilisë. Tani mua më vjen shumë keq t'ju them që në mitin e tij për ilirët, Apjani thot që ilirët vinë nga Sicilia dhe Iliri është djali i Polifemit në Sicili. Merrni frym thellë. Pra akoma më herët që në shekullin e dytë para erës sonë është vënë re ngjashmëria e jashtëzakonshme e ilirishtes me gjuhën e Sardenjës dhe gjuhën siciliane. Autorët helen thonë që ilirët, keltët dhe galët vinë nga Sicilia. Kjo për arsyen se dialektet ilire, intigjene, ngjanin kaq shumë me gjuhën e Sardenjas dhe të Sicilisë. Mitet janë në një farë mënyre fjalor etimologjik. Merrni frym thellë. Fjalori Bizantit thot që qytetet Alba janë qytetet trojane, janë krijuar pra në Alba Longa, në Kret, pastaj në Iliri. Albanopolis është krijimi i romakëve. Por ata thonë që këta janë trojan. Edhe banorët e Sicilisë konsiderohen trojan, të ardhur nga Azia e vogël. Pra, nuk është e thënë që ne t'jemi domosdoshmërisht bijtë e ushtarëve romak. Vetë mitet romake pretendojnë që edhe romakët në Alba Longa kanë ardhur nga Azia e vogël, më saktë nga Troja. Mund të jetë e vërtet. Asgjë nuk përjashtohet. Këto ndryshime fonetike mund të kenë ndodhur shumë herët, përpara se sa të zhdukej latinishtja. Do me thënë, popullsia indigjene ka folur variante dialektore të latinishtes. E vërteta është që varianti anemigu ekziston edhe në Spanjë. Në gjuhën e Asturias është enemigu, një lloj si në gjuhën e ilirëve të veriut, anemigu. Nuk mund të fajsohet e Qeremçat Bey, nuk mund të fajsohet Kolec Topalli, madje nuk mund të fajsohen edhe turbo-albanët. Nuk është faj tyre. Nuk janë ata jo të mençur, është fati im i madh që kam qenë
i papunësuar që kam patur shumë kohë të lexoj të gjithë fjalorët e Bizantit, të Aleksandrisë, Homerin në origjinal, Apianin në origjinal, Strabonin në origjinal, duke përdorur kompjuterat, por duke parë gjithmonë origjinalin. Pra nuk është faji akademikëve, është fati im i madh që jam i varfër, i pa punë, në mjerim të plot. Dhe ky është fati juaj. Fatkeqësia ime është fati i gjuhës shqipe. Unë ja dedikova jetën time gjuhës shqipe. Dhe unë gjeta që nga emrat e trajtës së shquar, anëmigu rrjedh fjala anëmiku, pastaj fjala anëmik. Tani kjo i ka shpëtuar Zotit Eqerem Çabej. Duhet ta shikojmë që të bindeni që keni të bëni me një titan. Pra nuk është ai dobët, por isha unë i pa punë. Eqeremi ishte i zënë me gjëra të tjera. Unë kam qenë i lirë. Pa bukë, por me dije. Buka ime është gjuha shqipe. Tani nuk jam unë studiuesi i parë në botë që ka vënë re këtë mrekulli të gjuhës shqipe. Këtë mrekulli të gjuhës shqipe e ka vënë re Miklosic, që ishte me origjinë kroate, po ashtu një rumun, Pushçariu, e ka vënë re një gjë të tillë. Ata kanë vënë re që fjala anëmik e shqipes është shumë e ngjashme me një fjalë në gjuhën e Sardenjas, po këtu nuk sqarohet, po thuhet thjesht një gjuhë romane anëmik. Eqerem Çabej ka bërë një falsifikim, nuk është anëmig siç e pa dhe vetë në gjuhën e Sardenjas ishte anëmigu. Përse e bën këtë gjë kaq të neveritshme Eqerem Çabej për të justifikuar teorinë e tij që nga format e trajtës së pashquar anëmig vjen forma e trajtës së shquar anëmigu. Pra ka bërë një falsifikim të dashur shqiptar Zoti Eqerem Çabej dhe askush nuk e ka ditur. Pra nuk do shpjegim. Eqerem Çabej thot që kjo fjalë në gjuhën shqipe nuk është krijuar nga një proces fonologjik. Pra ai arrin të krijojë teori të çmendura për të justifikuar natyrën një rrokshe të reduktuar të gjuhës shqipe. Pra, Eqerem Çabej nuk e di se si u formuan emrat e trajtës së shquar në shqip. Dhe çfarë bën ai? Ai thot që fjala anëmik është krijuar nga latinishtja inimicus, ia ka rënë fillestare dhe nga forma nimik është krijuar proteza a në gjuhën shqipe, është krijimi i Eqerem Çabejt kjo. Dhe për këtë duhet krahasuar me foljen agjëroj, që është shpjeguar gjithashtu gabim nga Zoti Eqerem Çabej. Do të shikoni filmin për foljen agjëroj. Pra sipas tij, kjo është një protezë në gjuhën shqipe, një tingull që i shtohet fjalës inimicus për të krijuar një formë të shkurtuar anëmik. Pra, ai mendon që nga forma anëmik me protezën a është krijuar forma e trajtës së shquar anëmiku. Dhe për këtë gjë ai e shkurton edhe formën e Sardenjas në anëmig. Por siç e pat, ishte me mbaresën latine të plot. Ju lutem shikoni dhe një herë. Forma e gëdishullit iberik është enemigu, forma e Sicilisë është nimiku dhe
forma e Sardenjas është anemigu. Kjo është forma që Apiani pretendonte që të ishte gjuha e ilirëve. Pra ky proces ka ndodhur shumë herët përpara se sa të zhduke plotësisht latinishtja. Pra Eqerem Çabej ka falsifikuar formën e gjuhës së Sardenjas, anemigu, në anemig, që të shpjegoj se forma shqipe e trajtës është quar anemiku, është krijuar më vonë. Nga forma e trajtës së pashquar anemik. Dhe sipas tij, kjo është një protezë a e formës latine inimicus. Ia fillestare ka rënë, sipas tij, në italisht dhe në shqipen arkaike, dhe është futur një protezë a. E gjitha kjo përpjekje, kjo akrobaci gjuhësore, ju ka shpëtuar të gjithëve. Po ta shikosh akrobacinë e Eqerem Çabejit, është identike me akrobacitë e turbalbanëve që bëjnë sot, që përpiqen të shpjegojnë fjalë të Iliadës me shumë rokje nga fjalë të shqipes me një rokje, të cilat nuk janë me një rokje siç e pam, janë me 2 rokje, me 3 rokje nga latinishtja. Pra në shqipen arkaike, në ilirisht, fjalët nga gjuha latine të rasës kallëzore janë bërë edhe një herë në rasën emërore. Kjo ka ndodhur në gjuhën e Sardenjas, në gjuhën e Asturias, në gjuhën e Sicilisë. Dhe Apiani thot që kjo është gjuha e keltëve, e galëve dhe e ilirëve. Pra ky proces ka nisur shumë herët përpara se sa të zhduke gjuha latine. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, sot mësuam që romakët e quanin veten Alban dhe ne kemi emrin e romakëve. Pashtu edhe në Greqi ata e quanin veten Alban dhe Greqia mban emrin e romakëve. Alban, sipas fjalorit të Bizantit, do të thotë trojan. Kjo i ka shpëtuar Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nuk e kanë lexuar kur ata në jetëve fjalorin e Stefanusit të Bizantit. Pra, gjuha shqipe është viktim e Akademisë së Shkencave, të cilët kanë mbledhur pllakat ilire, 224.000 pllaka, të cilat janë që të gjitha në greqisht. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Akademia e Shkencave ka bërë apokalipsin e shqiptarëve. Praktikisht është armikja e gjuhës shqipe. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.